Në linje kemi Sofiana Filipin, e cila ka bërë shumë punë të bukura në fakt, është një bashkëpunëtore e ngushtë e shtëpisë botuese Albas, por tani më ka vendosur të shkoj krejt diku tjetër, që s'ka shumë lidhje me librat, përkthimin, ka hapur një portal të saj, ajo është një këshilluese e shkolluar, e trajnuar, e certifikuar, dhe tashmë ajo mund të trajtoj individ të cilët duan të dinë më shumë për intimitetin dhe seksualitetin e tyre. Sofi, përshëndetje. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën, edhe jam shumë emocionuar si që shihni për të qenë këtu, por do them faleminderit, jam shumë injose për këto hapësira ku mund të bëhen pyetje ku mund të jemi kurioz, sepse këtë gjë është edhe portali për të qenë kurioz dhe nga kurioziteti të njohim vetveten. Sofi, nuk është se ne e kemi të dëgjuar si shpesh termin një këshilluese për intimitetin dhe seksualitetin, për ata që nuk e dinë, çfarë ti bën në fakt? Këshilluesi merret me një temë të caktuar, në këtë rast është dashuria e intimiteti, dhe hyn në degën e terapisë. Mirë po, nuk hyn tek pjesa e psikologjisë apo psikiatrisë, të cilat merren me çështje klinike. Këto janë për çdo të cilët kanë pikpyetje dhe duan të eksplorojnë apo të përmirësojnë jetën e tyre në lidhje me marrëdhënien intime. Dhe për këtë arsye i vjen këshilluesi pasi mund të çojë në drejtimin e duhur. Mund ta krahasoj pak me bisedat që mund të bësh me shoqen e ngushtë që flitet për çdo gjë. Mirë po, në fund të ditës secila flet për veten e saj dhe ka vetëm pikpyetje. Ndërsa në këtë rast koha merret dhe jepet vetëm për personin dhe për çështjet e veta. Ti e para me sa di, nuk kemi pas më herët një këshilluese për intimitet dhe seksualitet. Mendoj se ka psikologë që merren me çifte, po jo, pikërisht këtë gjën që bën ti. Më duket se ka life coach, është diçka që është business coach, janë disa të tilla që kanë hyrë në Shqipëri, por për këtë temë më duket se jam e parë. Më fol pak për portalin që ti drejton Smagjik, çfarë përfaqëson dhe si mund të kontaktojnë njerëzit aty, ata që kanë nevojë mbase që të kenë një lloj trajtimi profesional nga ana jote? Smagjik Portal është faqja e parë ku unë kam prezantuar vetveten dhe është hapur në momentin që po bëja trajnimin dhe do ta mbyllja para diplomës. Dhe vazhdon të jetë ajo si kopertina e asaj që bëj, ku merret një shije vogël e asaj që unë ofroj, dhe mënyra e shprehjes atje është e këndshme, harmonike, disi flirtuese, por mbi të gjitha është frymëzuese dhe të bësh të dish mirë, sepse ky është edhe misioni. Për të njohur dhe për të pasur kuriozitet për trupin, për ndjesitë, të njohur gjuhën të trupit, dhe pse jo ashtu të përmirësojmë edhe me të tjerët. Dhe mënyra më e thjeshtë sigurisht është të bësh pjesë si e portalit, ku merren disa emaile, kur ka evente njoftohesh, por unë jam edhe në Instagram, prandaj është kollaj të gjejnë nëse ka nevojë për ty. Por fillimisht ta sqarojmë çfarë nënkupton intimiteti në një marrëdhënie. A dallon nga seksualiteti? Mua më pëlqen shumë kjo pyetje, sepse sa më shumë mundohemi t'i kategorizojmë, aq më shumë probleme hasim, sepse ato funksionojnë me njëra tjetrën. Por nëse duhet patjetër ta përkufizoj, intimiteti është një ndjesi është një ndjesi që është njohje. Është njohje shumë e thellë, është njohje ndoshta që vjen me kalimin e kohës, që vjen duke pasur eksperienca të ndryshme, qoftë me veten dhe më pas mund të ftojmë diku tjetër në të. Dhe seksualiteti është shumë trupor, është shumë përjetim i gjallë, është shumë përjetim i fortë, dhe edhe ky përjetohet si vetëm dhe si në çift. Por të dyja krijojnë atë rrugën dhe balancën për një jetë në çift të shëndetshme, të mirë, të gjatë, po mbi të gjitha harmonike dhe të lumtur.
Ne do ndalemi pakës të personat e tretë që shumë shpesh I shohim si shkaktar të mos funksionimit të një marrëdhënie. Dhe kur themi personat e tretë, nuk shumë shpesh ne nënkuptojmë një person të tretë që vjen prej diku dhe futet ndërmjet çiftit dhe ky zakonisht është një burr tjetër ose një grua tjetër. Pa kuptuar që personat të tretë mund të jenë dhe fëmijët, mund të jetë dhe rrethi që e vështirësojnë lidhjen. Kur vjen është prej këta persona? Atëherë, çifti, sidomos me fillimet, është si ata dhe gjithë botën kundër. Ne dhe të tjerët. Është për një kohë shumë gjatë në momentin që konsolidohet marrëdhënia. Dhe më pas kalon kohë dhe kjo ndodh një shkëputje që shumë e shëndetshme me thënë të drejtën, pasi ky bashkim asnjëherë nuk kemi për të qenë një, sepse jemi dy individ të ndryshëm. Dhe bashkimi dhe ndarja ndodhin janë dukuri shumë të shëndetshme. Jo ndarja patjetër e çiftit, ato janë disa raste, por ndarja që mos jemi gjithkohës bashkë. Dhe të tretët hynë dhe janë një fenomen që ka të bëjë ose me pikpyetje ose me gjëra të pak eksploruara vetë dhe nuk di as ti komunikosh me veten, aq më pak me partnerin, nuk ke mundësi për të shprehur dhe duket sikur erdhi një person tani që do më japë përgjigje. Për fëmijën, për familjen, aty hyn më shumë sa kufi të fortë ka individi. Pra, ku e vendos cakun deri këtu, pra unë mund të flas për diçka në përgjithësi për marrëdhënien time nëse kam një pakënaqësi, por nuk mund të diktojnë të tjerë se si shkon. Dhe këtu kemi ca probleme pasi ne familjarët I konsiderojmë shumë të afërt dhe fjalët e tyre kombojnë në veshët tonë, sidomos nëse nuk e pëlqejnë partnerin tonë. Dhe kjo krijon probleme pasi është vullneti yt dhe është edhe opinioni të tjerë, të cilët I marrin janë më shumë rëndësi. Dhe në fund të ditës do të kuptuar kjo, jeta në çift është diçka, është zgjedhje personale dhe është radhë parë zgjedhje për veten tonë. Dhe nëse ne zgjedhim të rregullojmë marrëdhënien në çift, është krijimi I një familje tre, krijimi I një jete tre dhe mbi të gjitha është krijimi I formatit ton personal të marrëdhënies. Dhe gjithmonë ja vlen të eksplorohet, por ndonjëherë bien pret atyre shablonave, çfarë kemi parë është të bëjmë. Pastaj fillon ajo uria që jo po ndoshta të bëhet diçka tjetër. Në fakt nuk është kështu për gjitha çiftet, është vërtetuar shkencërisht nga të dhënat që kanë marrë për çiftet që janë prenoncuar, që shumicën e kohës shohin fajin të bashkëjetesa me prindërit. Këtu po flasim fatkeqësisht zakonisht janë gratë ato që detyrohen që të bashkëjetojnë me prindërit e bashkëshortit, partnerit, të dashurit e kështu me radhë. Si e shet ti këtë fenomen që prindërit po bëhen gjithnjë më shumë shkak I ndarjeve ose të ftohjes së raportit të çiftit? E shikoj do duket pak e çuditshme, po e shikoj si diçka pozitive pasi çiftet po kërkojnë pavarësi, po kërkojnë të eksplorojnë njëri tjetrin dhe nëpërmjet njëri tjetrin dhe vetveten. Dhe nëse dikur ka qenë okay, sepse disa gjëra nuk kanë rëndësi, sot po bën pyetje pikërisht për çfarë është intimiteti, çfarë është seksualiteti. Dhe janë pyetje shumë legjitime sepse janë pjesa aq e rëndësishme të jetës tonë. Dhe nga ana tjetër do thoya sepse okay, femrat do të jetojnë me prindërit e bashkëshortit, por do ka ndodhur një fenomen sot që shumicën e rasteve meshkujt janë ata që duhet të kalojnë kohë me familjen e femrave. Paktën këtë kam observuar edhe në rrethin tim që është disi e kundërta. Jo bashkëjetojnë, por kalojnë shumë kohë dhe ajo mund të ndikojë në kohën që ju duhet për njëri tjetrin, sepse nëse jemi gjatë gjithë ditës në punë dhe në kohën e lirë jemi duke ndenjur gjithmonë me njerëz, kur është koha për të folur, kur është koha për të krijuar intimitet, kur është koha për të ribashkuar, për të rindezur atë ndjesin. Po ashtu ka dhe çifte që janë shumë shpesh në lidhje abuzive seksuale, nuk di ti nëse ke pasur përvoja, sa për... Në fakt ato janë gjëra të cilat ty të janë besuar dhe nuk të detyrojmë që ti ndash me shikuesit tanë, por megjithatë nuk di nëse ke dëgjuar çifte ose
vajza që janë në një raport abuziv seksual dhe që atë e quajnë dashuri dhe që në fakt nuk është? Është vërtet një keqkuptim aq i fortë dhe aq shkatërrues pjesa e shtrembruar e dashurisë, e mirëkuptimit dhe shifet në mënyrë shumë të jashtme. Merren sikur emocionet e xhelozisë madhe, domethënë dashuri e vërtet. Dhe këto ndodhin nga tipare që janë trashëguar ndoshta se një njeri i fortë ose burr i fortë është ky i forti në përgjithësi në sipërfaqe. Nëse sa më shumë kalon koha, ne kërkojmë një lloj force tjetër. Sot dalim vetëm ku bëjmë shumë gjëra vetëm. Sot kemi femra që janë mama, janë prindë vetëm. Prandaj ndoshta koncepti i forcës është ndërruar, por nuk është ndërruar në mendjen tonë atë që kërkojmë te një partner. Dhe siguria nuk është vetëm financiare, edhe pse është shumë e rëndësishme dhe është një nga arsyet pse shumë çifte kanë konflikte më pas, sepse shkund sigurinë dhe bazamentin. Prandaj këto abuzime që quhen dashuri mund vinte nga shëmbur të parë të përjetuar, si kanë përjetuar dashurinë, mund ta kenë përjetuar me shumë zbalans, me shumë ekstreme, me prindër që këtu të pusin për qarfon dhe këtu ziren. Të ratë. Prandaj dhe kur shkojmë të kërkojmë dashuri, nuk na duket dashuri një person që na thotë, po, dil, si duash, si të kesh qejf, na duket që është ky partner kaq i dobët si nuk e njoh këtë lloj gjë, ndërkohë që është ajo që ke nevojë dhe shpesh fenomeni është ky, që në momentin që nëse kemi qenë në marrëdhënie abuzive, në momentin që shkojmë në marrëdhënie të shëndetshme, nuk e dallojmë dot. Mërzitemi, është e mërzitshme, kish i mërzitshëm ky shkot. Ose ajo, gjithashtu, sepse abuzimin gjithmonë e lidhim kundrejt femrave, por ndodhin edhe te meshkujt. Mbi të gjitha është për mua një temë që e diskutoj shpesh se sa meshkujt bombardohen me pamje pornografike dhe shokohen që të vegjël dhe është një gjë që mbetet si traumë pas gjatë gjithë kohës, të them të drejtën, dhe nuk e flet njeri, nuk do ta përmendë njeri dhe është bërë si pjesë shujtuar me shkrat dhe ndërkohë nuk kam pasur kohë fare të eksplorojnë, se ndahet mamaja, është e shenjtë, femrat janë të përdorur për riprodhim, nuk e di. Duhet të jenë aty ose më pëlqejnë ose perversitet dhe ndërkohë, ky ekstremizëm është shumë i çuditshëm dhe shkakton shumë probleme psiqike, emocionale. Faktikisht kjo i bie që industria e pornos po bën dëm dhe ti e sheh pakës si të vështirë funksionimin e marrëdhënieve në të ardhmen. Po flasim përgjithësi këtu. Kjo industri ka ekzistuar për shumë kohësh, që kur është zbuluar në thonjza seksi. Dhe është tashmë një produkt që shitet dhe ka një treg. Dhe unë nuk jam e pesimiste për të ardhmen, jam optimiste pasi ne mund të flasim. Pasi mund të përmendim, mund të flasim sot se themi fjalën porno në televizion. Dhe të themi që në momentin që stigmatizohet, bëhet shumë i rrezikshëm. Dhe krijon një mënyrë të shtrembur të parë të seksit, të dashurisë, të pamjes së jashtme, të bukurisë, të forcës, të çdo gjë, të çdo vlerë që ngrihet në pikpyetje. Dhe duke qenë se krijon kënaqësi dhe varësi, lëmënjan gjithë këto vlera dhe shkojmë drejt plotësimit të impulseve. Por nëse flasim, nëse shohim që problemi nuk është vetëm një anë, është edhe ana tjetër që ka problemet e veta dhe të dyja palët duhet bashkëpunojnë të flasin me njëri tjetrin dhe të komunikojnë. Dhe ndonjëherë ndodh që do të zblosh një veten dhe pastaj të njohësh tjetrin. Po ndonjëherë ndodh do të ish në çift që të shohësh disa gjëra që nuk i ke parë, që nuk ishe dot
vetëm të vetë. Ashtu është e vërtet. Në fakt, ne përmes tjerëve njohim pakës më shumë veten. Sofiana, ti nuk ofron terapi në qift, por për individët. Edhe tani pyetja e radhës është, kur ne duhet të ndihemi disi si të keq në një marrëdhënie, ose kur ne, si ta kuptojmë që ne kemi nevojë për ty? Kjo është pyetje shumë e bukur, sepse në përgjithësi ne drejtohemi te një shërbim kur diçka nuk shkon. Dhe po, në një moment që diçka nuk shkon, por pasi unë nuk trajtoj dhunën seksuale ose traumat të tilla, unë gjithmonë duhet t'i kaloj te dikush tjetër, i cili është profilizuar për këtë gjë. Pastaj në qift, në zhanrin tim për llojin e këshillueses që jam, ka këshillues shumë të mirë dhe unë e kam prekur pak këtë, por nuk kam marrë specializimin për të. Prandaj nuk e ofroj. Dhe një gjë tjetër që do doja shumë që të fillonte të ndryshoj është që ky këshillim të shihet dhe si trajtim për më mirë për veten. Pra, në shkallën e parë në përgjithësi kalon nga kam këtë problem, dua këtë dëshirë, dhe më pas ajo evolon në kam këtë dëshirë, dua të ndjej më shumë, po më pëlqen shumë kjo dhe dua ta eksploroj, dhe në shkallën më të lartë ekziston ajo që quhet alkimi në trup, cilat edhe emocionet e këqija dim të menaxhoj veten, di ta mbajmë veten, di të krijojmë një sistem mbështetës, cilët janë vetja në radhë parë, partneri, më pas njerëzit përreth, të cilësojmë ata, dhe shërbimet që janë shumë të rëndësishme, që të kemi institucione të cilat ndihmojnë për çfarë do lloj gjëre. Pra, të krijohet një rrjet i mirë ku njeriu, individi të rritet i lumtur, sepse lumturia nuk është vetëm nuk është e caktuar vetëm për një lloj personi, është për çdo. Edhe më i varfër, më i miruar i ndjen lumturi, ka momente lumturie, edhe më i pasur, më i privilegjuari, ka momente shumë të forta hitërimi, dhe kjo na bën të gjithëve ne human, dhe kjo na bashkon dhe mirë po. Ajo që do shtoja është që është shumë intimiteti dhe seksualiteti, dhe këto janë ndjesi shumë personale. Dhe prandaj ku mundohemi ti përkufizojmë, ti flasim ose të themi kjo është kështu, duhet të bësh kështu, është e sjell këtë pjesën e kërkimit vetes, e çon pak në background në sfond. Dhe ajo që bëj unë është të krijoj hapësirën, të krijoj mjetet e duhura, të ndihmoj ty të krijosh kohën e duhur dhe të vendosësh ato kufi që kjo është koha ime, këtu është momenti që unë flas me veten time. Pra, unë nuk jam që këtë e bëre mirë, këtë e bëre keq. Nuk gjykon, pra, ti vetëm, si me të thënë, e lejon tjetri ta njoh veten. Absolutisht. Është hapësira që krijoj, është sa më shumë të njohësh veten, dhe me pyetjet që janë më akoma se ka pranuar vetes. Dhe temat e intimitetit dhe seksualitetit. Kam filluar ta bëjnë shqiptarët këtë gjë, Sofi? Kam filluar ta bëjnë, të drejtohen ty? Po, në moment kam më shumë klientë shqiptarë se sa të huaj. Po, interesant. Më shumë goca apo djem? Më intereson edhe kjo pjesë. Goca janë më shumë. Meshkujt kam vënë re që ngurojnë jashtëmase, pasi... Atëri bia, ata janë më keq se ne vajzat. Janë më të ngurtësuar, desha të them, më të rezervuar. Janë më të keqkuptuar, më të... Domethënë, nuk do të vlerësoj asgjë, sepse për ne femrat akoma ka shumë gjëra të cilat janë shumë të vështira, dhe paragjykimi, sidomos, dhe mosbesimi te femrat, dhe krijimi i ambienteve ku në rast të sulmi dhe dhune ne i drejtojmë gishtin femrës, u vesh kështu, u sol kështu, ndërkohë që ose mjekimet i marrim që mos ngeli aman, mos ngeli shtancan, ndërkohë që ne të merremi gjithë kohës që të ketë një edukim që kush janë sjelljet e këqija, kush janë sjelljet që shkaktojnë dëme fizike, mendore, të cilat
kalojnë më pas brezi. Dhe njëkohësisht për meshkujt është, siç e përmenda më parë, shtrëmbrimi komplet i imazhit të femrës, që sjell dhunën. Jam shumë kurioztare, Sofiana, të shihja, të observoja një seancë tënde me ndonjë kliente që ke, po ajo që më intereson më shumë është çka ti konsideron, cilat do t'i mbjellësh, cilat fjalë u thua më shpesh ose i konsideron se duhet u thuash. Sigurisht ke disa gjëra të cilat i përgatit gjithmonë për ta, për t'u thënë. Do të them të drejtën, unë mbaj edhe evente të cilat janë në kolektiv, ku së shpejti të kem dhe një tjetër, dhe ku do t'jetë falas, sepse energjia e grupit është diçka tjetër, dhe aty mund të shihet pak në praktikë se si është metoda, por ajo që bëj më shumë është të dëgjoj. Dëgjimi i një këshilluesi terapisti është një shqis tjetër, e cila vërtet fokusohet të dëgjoj ato gjëra që ti nuk po i thua, domethënë ti po thua shumë gjëra, po ndërkohë është janë disa finesa që mund t'i kapi vetëm një profesionist. Dhe më pas ta pasqyroj atë, të përmendi ndonjëherë edhe fjalët që përmend ti, jo si papagall, po si janë fjalë që kanë ngarkesë emocionale dhe kur ti i dëgjon të reflektuar mbrap, shokohes ose diçka ndizet aty brenda. Një llam. Dhe është gjithmonë, gjua ime është gjithmonë si një ftesë, pra nuk ka asnjë gjë që unë mund të detyroj dikush që ta bëj. Gjithmonë është ftesë për të eksploruar, për të ndjerë, dhe ajo që them më shumë është mbylli syt mos fal dhe ndjej pak trupi. Sepse të kalojmë nga zhurma lart dhe të ndjejmë trupin është akoma sfidë. Po, se edhe trupi flet. Faktikisht në gjuhën e trupit ja kemi zënë frymën, nuk e lëm të flas. Dhe kjo është ajo që ndoshta shihet me sy të lirë që çiftet në përgjithësi shqiptare në shumicën e kohës aktrojnë që të duken mirë, por në fakt nuk janë mirë. Dhe tashmë për këtë gjë ka një trajtim që ne duhet ta ndjekim. Kemi njerëz profesionistë që mund të na ofrojnë ndihmë që të bëjmë që intimiteti ynë të funksionojë. Po, dhe do të thoja që nuk të parë si diçka që po shkoj për këshilluesi se unë kam një problem. Përkundazi, po shkon sepse do të ta bëj trupin të flas atëherë. Ti do të ndjesh mirë, do të ndjesh mirë me veten, do të ndjesh mirë në çift. Ti e dallon që duhet diçka, që ka diçka që nuk e gjen dot përgjigjen veten. As shkencëtarët nuk bëjnë gjëra vetëm. Është vërtet. Kështu që por sot do të thoya diçka që sfidat më të mëdha janë shumë të padukshme. Jetojmë ulur gjatë gjithë kohës, jetojmë me gjëra të padukshme, tani kemi inteligjencën artificiale që është komplet e padukshme, por ndërkohë është shumë e gjallë dhe sfidat janë të ndryshme për mendjen, për shëndetin mendor dhe për shëndetin fizik mbi të gjitha. Po harrohet ajo pjesë ose çohet në ekstrem dhe ky përçmim ndaj trupit dhe dëshirë për të ndryshuar po na sjell më shumë dëme, po na sjell mpirje, dhe mpirja fizike është bërë kaq normale, sa që nuk ndjej, është okay, nuk ndjej. S'kam se të ndjej, ose ndjej, kam dhimbje etj. Ndërkohë që të gjitha femrat kanë aftësi për ndjer kënaqësi. Shumë raste të rralla janë ato që janë komplet klinike. E gjitha është në mendje dhe është diçka që mësohet, intimiteti mësohet dhe është një fenomen shumë i ri. Madje do thoya edhe diçka që në shoqërinë tonë kemi një problem që nuk kemi asnjë hapësirë për të bashkëjetuar ose për të jetuar vetëm. Ndoshta po ndodh edhe më shumë, ndoshta nëse shkojnë studentët e shtetit dhe kanë mundësi të jetojnë vetëm, por ne kalojmë nga të jetuarit, bashkëjetuarit me familjen, bashkëjetuarit në çift. Dhe kjo çfarë ndodh kur familiarizohemi, ndodh ajo që sjelljet që kemi parë në shtëpi, sjellim këtu. Dhe kjo krijon atë marrëdhënie si motër e vlla që e shikojmë shumë të përsëritur, ndërkohë që të dyja palët kanë rënë dashuri me njëri tjetrin, jo për të qenë vëlla e motër. Për të krijuar familje,
Patjetër, por familja që të përshtatet ty, dhe kjo është një pikpyetje që ja vlen aq shumë për t'u eksploruar, sepse pastaj me shumë siguri që jeta romantike e secilit është shumë herë më interesante se që mund të jetë e një libri apo e një film. Këtë më së miri ti e di, sepse gjithkohës je në këtë lloj pune. Dhe sigurisht është një punë e bukur me që e ke zgjedhur ta bësh. Sofiana, të falenderojmë shumë për kohën që ndave, për gjitha gjërat sa na the. Edhe për mua është një risi të dëgjoj dikë që flet për jetën emocionale të individëve. Besoj që është një diçka e bukur nëse lejojmë që emocionet tona të flasin, trupi ynë të flasë, siç e the edhe ti vet. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.